Në kohën kur në mediat perëndimore diskutohet përfshirja e supozuar e tij në skandalin e snajperëve në Sarajev, Aleksandar Vučić hidhet në veprim për të forcuar pozitat brenda kufive të vendit të tij. Mediat në Kosovë raportojnë se ligji për forcat armatosura të Serbisë do të ndryshohet sipas dëshirës së presidentit, e ndryshime e personelit do të ketë edhe në polici. Në mesin e protestave që vazhdojnë për më shumë se një vit, duke hedhur edhe më shumë hije mbi presidencën e tij, Vučić duket se po tenton të konsolidojë edhe më tej pushtetin. Qeveria serbe miratoi së fundi një ndryshim në aktin e forcave të armatosura, duke bërë Aleksandar Vučić praktikisht komandant absolut suprem. Amendamenti, i cili pritet të miratohet së shpejti nga parlamenti, përcakton që shefi i shtabit të përgjithshëm dhe oficerët e forcave të armatosura duhet i udhëheqin ato në përputhje me ligjin dhe vendimet e presidentit. Versioni aktual i ligjit nuk e përmendte presidentin në këtë kontekst. Sipas kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Serbisë, presidenti ka kompetenca të caktuara kur bëhet fjalë për ushtrinë serbe, por titulli i komandantit të përgjithshëm nuk përmendet gjikundi. Sipas analistit ushtarak nga Beogradi, Aleksandar Radić, ndryshimi i ligjit praktikisht rikthen modelin e viteve 90, kur shtabi i përgjithshëm ishte në varësi të kreut atëhershëm të shtetit, Slobodan Milošević. E kjo nuk vlen vetëm për forcat armatosura, ndryshimet e fundit në personel brenda forcës policore sugjerojnë se tani synohet që edhe ajo të jetë nën kontrollin e plot të kreut të shtetit.